Përshëndetje, regjia, jemi live, regjia në kushtet vështira. Përshëndetje miq, jam këtu nga sheshi para kryeministrisë, pasi më kanë dekoruar ditën e sotme duke më proceduar penalisht segmentet e zeza në policinë e shtetit, se për policinë e shtetit e dini ju që e kam këtu, mund zëmër, po ka dhe aty, sidomos i pangopur Edi Rama ka futur segmente të zeza në policinë e shtetit gjatë këtyre viteve, dhe këto segmente që si që keni parë shpesh janë dhe shofer të krimit organizuar, i keni parë ju, kanë dalë dhe në lajme, shofer të krimit të organizuar, janë bodyguard të krimit organizuar, janë dhe ata që nuk guxojnë të bëjnë një kallëzim për ata që vjedhin ilaçet e këtij vendi. Janë ata që nuk guxojnë të bëjnë një kallëzim, nuk ja u mban të bëjnë një kallëzim për drejtorët e OSHE-s që i lën kabinat elektrike të tensionit të lartë dhe të mesëm pa dyer, dhe aty u mbasin jetën çdo vit 10 njerëz. Janë të pa guximshëm të bëjnë një kallëzim penal për këta që nuk çojnë ilaçet e onkologjiku, nuk gjejnë fare, po fare guxim, fare zero, bëjnë një kallëzim penal ndaj atyre të OSHE-s në Durrës që lanë spitalin pa energji elektrike, ndërkohë që operoi një 14 vjeçar i cili pak ditë më vonë humbi jetën se u transportua nga Durrësi në Tiranë se nuk ish drita në sallën e operimit në Durrës gjatë operimit. Ja, këta janë ata që gjejnë kohë, gjejnë dhe letra, gjejnë dhe boj të më kallëzojnë mua pse kam guximin të dalë në pikë të dimrit dhe t'i qepem këtu Edi Ramës, sepse e konstatoj dhe e dëshmoj që është një njeri që i ka bërë shumë dëm kësaj republike dhe është një njeri që ka marrë në mbrojtje shkelësit e ligjit. Kështu që imagjinojeni vetë, këta janë shqetësuar shumë që kam dalë të protestoj dhe mendojnë që trëme mu, unë s'trëme fare, po e bëjnë që të trëme dhe tjerët, pra djemë vajzat rinë që të mos dalin që të thonë lehet, bohao e kemi ne na nisin dhe çështje penale në këtë vend. Nejse. Jam në pritje të pyetjeve tuaja. Do kemi një bashkëbisedim rreth 20-25 minuta të shkurtër këtu nga sheshi. Më bëni çfarë pyetje doni, ndërkohë unë do u flas çfarë mendoj lidhje me regjimin tragjikomik të Edi Ramës. Se është tragjikomik. Po, është tragjik sepse me sjelljet e tyre komike na shkaktojnë ne shkatrimin e jetës në përditshmëri. Po, është tragjike mor zotri po të vjedh pushteti dhe të shkosh te tuneli Ogaras dhe të mbasësh jetën se të bie tuneli se s'ka e kur. Po është e komike në vetvete. Që të kalosh në Qukës qaf poç dhe të mbasësh jetën se shkasin guret, o regjia do na heqni atë, faleminderit. Shkasin guret se këta vjedhin lekët. Pra jetojmë në një regjim tragjik dhe komik njëkohësisht, që ka pasoja në përditshmërinë tonë. Gendi Labi, hajde mbi emër, hajde, Gendi të përshëndes vëlla se të kam mik, kam hall se do vej dëm mundimi sepse populli shqiptar është popull mos mirënjohës. O Gend, mos prit që unë them këtë për popullin tonë asnjëherë, sepse ditën që arrita mendoj këtë, nuk më sheh fare në jetën publike, ikin hall tim e smerem. Unë besoj fort që populli jonë është një popull i kërcënuar, i marr peng deri diku nga në një pjesë të popullsisë nga nevoja e madhe që ka për të mbijetuar, nga një klasë politike, nga një regjim tragjikomik i cili pasi na vjedh bën çdo gjë për të na mbajt peng. Dhe i kërcënojnë njerëzit e buka e gojës. Kështu që e mendoj pak më ndryshe, do më shumë më ndryshe këtë, nuk është kështu. Ervis Hoxha më thot o Adriatik dhe një herë pe çfarë bëhet në Greqi, këtë dua nga ty. Ervis, hajde me mua këtu. Me që se do atë që bëhet në Greqi, hajde ti me mua këtu. Hajde një 10.000, 20.000, 30.000 këtu dhe shohim bëhet këtu si në Greqi apo jo. Po hajde me mua, se unë nuk e replikoj do të veten ta klonoj dhe ta bëj këtu në shesh 20.000 veta.
Do atë që bëhet në Greqi, po. Hajde në shesh edhe vendosim këtu ç'a bëjmë. Qytetarët të marrin drejtimin e fateve të veta. Qytetarët të reagojnë duke i kërkuar dorëheqjen dhe duke e rrethuar këtu dhe duke e imponuar të jap dorëheqjen. Të zbres Tirana në shesh dhe të them unë i bën 2 javë këy në qeveri. Se nuk ka ndodhur në një vend në botë, më gjeni një vend në botë që janë kap një qeveri më shumë se gjysma e qeverisë në shkeljet ligjit dhe i ka burgjeve apo në hetim, i ka marrë pandehur prokuroria, që zvendës kryeministri i parë u arratis dhe brenda 2 viteve zvendës kryeministri e dytë rresht është marrë pandehur dhe në vend të humbas apo të ul numrin e mandateve, ky zotria nga 73-74 ka shruar në 83 dhe në vend që të ulet besimi që ky është i fortë, krijohet besimi edhe më i madh që ky është i pamposhëm. Si mund të ndodhë kjo? Po do atë që ndodhë në Greqi, pra demokracinë e Greqisë, se kjo ndodhë në Greqi, demokraci e drejt për drejt e popullit, ku politika dëgjon popullin. Hajde me mua në shesh, edhe gjithë ata tjerë që më dëgjojnë të vinë shesh. Hektor Pepja, a mundet të rrëzohet kjo qeveri nëse të gjithë ne bëhemi bashkë? Hektor, 100% po. Nëse këtu dalin qytetar të dimensioneve të ndryshme, të besimeve të ndryshme, të bindjeve politike të ndryshme, por që kanë një emërus të përbashkët, që është për t'i thënë bo më këtij regjimi tragjikomik, që pasi ministrat i kapen një nga një e i shkojnë në burg, përmes regjimit dhe sistemit që ka krijuar, fiton edhe më shumë, vjedh edhe më shumë, sigurisht jepet fund. Por për këtë duhet që njerëzit kuptojnë fuqinë e tyre. Pse po dalim ne porrim këtu në të ftohtë? Për të dhënë eksaktësisht këtë mesazh. Që po në këtë vend ka të rinj që nuk dorëzohen. Që po në këtë vend ka të rinj që nuk i shtrin kurrizin këtyre. Që po në këtë vend ka njerëz që sakrifikojnë. Hajde ta bëjmë të gjithë. Hajde të bashkohemi të gjithë. Hajde të imponojmë të gjithë. Dhe jo për të bërë ndonjë nga ne drejtues të kësaj godinës. Jo. Po për të bërë një qeveri, pra për të imponuar një qeveri tranzitore 12 mujore me një përbërje nga intelektualet më të mirë që kemi në Shqipëri dhe në diasporë, me një mandat të qartë 12 mujor, me një paket reformash për të organizuar për herë të parë zgjedhje të lira, të ndershme dhe demokratike. Hajde ta bëjmë këtë dhe pastaj kush fiton në rregull. Mariglen Guda, përshëndetje nga Leskoviku. A nuk mund mendon që u ka ngordhur nervi këtij populli pa ti mire ke? Unë mendoj që qytetarëve të Republikës tonë i ka ndodhur një problem shumë i madh, se i ka humbur besimit e vetja, i ka humbur besimit e ndryshimi, i ka humbur besimin që mund të bëhet më mirë. Dhe unë të them që nëse ne qëndrojmë, organizohemi, bashkohemi, rezistojmë, japim një mesazh të qartë për të ngjallur besimin te qytetarët, nuk do e ndryshoj askush këtë situatë përveç se ti që më dëgjon. Nuk e keni parë çfarë bën ky njeri? Mori një nga këto letrat shumë përdorimshe, që i thosh vetes intelektual dhe gjasme i kish dal kundër, dhe e përdori se nuk u ngop me 83 mandate, po pasi ne refuzuam dhe i tham 2 herë jo, të dalë ta kundështoj se ja tregojnë me prova që i kam thënë jo, dhe nuk e pranoj do të refuzimin ton për të bërë palë me qeverinë e inkriminuar, të korruptuar të këtij, vajti dhe përdori atë për të mos lejuar vullnetin tuaj për të përfaqësuar me dinjitet. Dhe çfarë ndodhi? Tani duan ta bëjnë avokat populli. Dhe kjo duhet marrë fund. Kjo duhet marrë fund. Elton Shaoj, o sot o kur, por asnjë nuk del në protest. Elton, si asnjë, unë ja ku jam. Dale pak. Shikoj Elton. Shikoj Arildën. Shikoj Erionin. Shikoj Merat dhe gjithë, shikoj. Po vinë qytetarë të ndryshëm, kthe nga ana tjetër regjia.
Ja të gjithë fitunoshë. Shikoje, Edonën, Anicën, Melin, Eligertin, Gysin. Hësaj mira, ku jeti? Merat, nejse, këthej, këthej. Shikoje, dalin, por duhet të shtojemi sa më shumë. Sigurisht që ky live nuk do jetë shumë i gjatë, se unë do të futem transmetim dhe në emisione. Idajet Muça thot, unë vi nga diaspora dhe dalin protest, kurse njerëzit këtu duhet të zgjohen dhe të protestojnë për drejtat e tyre. Dakord me Idajetin. Dashur miq, ju përshëndes. Kini besim të vetja, të fuqia juaj, se nëse ne nuk përpiqemi për veten tonë, gjithë, kush do vi ta bëj për ne? Askush. Kështu që mos e harroni. Ai nuk është trim. Ai është thjesht një frikacak që ka marrë peng një popull, duke na vjedhur ne dhe me lekët tona, bën si gjeli kapurral, duke korruptuar këdo i del përpara. Dhe kjo duhet marrë fund. Nuk mundet këta të kapen duke vjedhur dhe të vazhdojnë të forcojnë pushtet. Jo, duhet ndalur. Nuk mundet që këta të arratisen nga ky vend, se e kanë vjedh këtë vend dhe ky të rrinë atë këtu sikur nuk ka ndodhur asnjë gjë. Nuk mund të ndodh që këta të lejojnë që krimi të bëjë ligji në këtë vend dhe të rrinë sikur nuk ka ndodhur asnjë gjë dhe ne të ikim nga vendi jonë nga sytë këmbët duke emigruar. Kjo duhet marrë fund dhe për këtë zgjidhje e sheshi. Kush është kundër Edi Ramës duhet dalë në shesh. Nuk mjaftojnë fjalët. Ju përshëndes, mos harroni. Çdo ditë në orën 17:00 para kryeministrisë, merr shokët, merr të afërmit, merr miq, të shtohemi. Do të rezistojmë dhe duhet ta ngrëm frymën e protestës. Ditë për ditë, sikur nga 10 nga 20 të shtohemi, duke arritur pastaj të krijojmë një masivitet për ta detyruar këtë të javë dorëheqjen. Mirupafshim.